Përshëndetje. Sot kisha dëshirë të ju lajmëroja për disa gjëra. Isha pak, si isha 100% sigurt t'i baja këto mohabet apo jo. Këto i mora vesh unë para 3 ditësh. Po, them se është gjë e mirë me bak të mohabetin, se edhe ju mund të keni një njëri të familjes ose shok ose shoqe që mund të ndihmoni për shembull. Po që kam zbulu unë me, ka përndodhur shumë gjëra kështu natyrës, shumë kështu nga këto që quhen tsunami, vulkane, këto tërmetet, ka përndodhur shumë me jashtë të vitit 2026. Ato që janë pothuaj 100% është ajo Amerika ka për të kap keq i tsunami madh. I madh po ja 2-3 kaç kështu me ujë që ka për t'i ardhur, ka për ta përmyt sidomos të venet e Los Angeles, San Francisco, Manhattan edhe i pjesë New Yorkut, sidomos kjo Manhattan, do bëhet komplet me ujë. Shumë njerëz dhe ikin nalt, ka shumë engjëlla që janë gati aty që po i presin t'i marrin t'i çojnë në shtëpi. Kështu ka përtik shumë, ka përndodhur shumë gjëra, edhe mos të friksoni fare se këto janë gjëra që do ndodhin. Edhe ajo arsyeja për këtë për shembull që kuptova unë është me konstruksionin që jemi në mrena, porque këto venet ka aty ka pas shumë energji të keqe, shumë kohë. Kjo është një pastrim që termin nga Zoti mund ta thoni, nga engjëjt, nga gjithë nalt. Ky veni do të më pastru. Kështu i merr, prandaj ndodhin të gjërat, se kështu e ka natyra. Ku ka shumë gjëra të keqe, energji të keqe në vend, vjen ajo, e shpërlan. Si kështu s'po them gjithë njerëzit aty janë të keq, po janë mbash shumë gjëra të këqija aty me shumë kohë që s'di njerëzit. Prandaj me kjo po ndodh, po ndodhi. Jo dhe shumë kohë, shumë pak kohë, edhe ka për të pas, po këto janë kështu që i di unë që ka për ndodh. Me ka dhe vene tjera, për shembull, nga Asia, nga Indonesia, pak nga Rusja, pak nga Chile, ka për të pas shumë kështu tërmete, gjana, edhe uje, kështu përmytje. Edhe Itali për shembull nga Sicilia është një vulkan që mund të shkëputet, që mund të fillojë. Po këto jam 100%, a kupton? Po këto që jam po të 100% janë këto New Yorkut, nga San Francisco, Los Angeles dhe Manhattan, ato pjesa, ato veta ne. Që kështu po pallt në shok, në shoqën e familjarë ne e lajmëroni, thuj largoni sot kohë se kjo ka përndodh, sidomos nga Amerika. Si kështu i me, kisha qef t'ju lajmëroja për këtë, ta dini, pari çfarë doni, mos u mërzisni, mos keni me frikë, majni një frekuencën e mirë, energjinë e mirë, vibracionin e mirë, se ajo ka të bëjë shumë, a kupton, edhe për ju, edhe për këto tjerë që po transition, po ikin nga bota tjetër, që ka dalë një kështu mua ajo. Çfarë quhet këto, që themi na, këto dealit, që ka jemi kjo? Anglisht e thojnë rainbow, me ka marru. E ka marru që ka jemi shqip. E vë kashtë. Shefni sa bukur është? Se dhe kështu kjo është një sinjal, a kupton? Si kështu i me e dini, mos u fiksoni fare, të gjërat ndodhin. Po ndodhin diçka në Shqipëri e kështu unë do ju lajmëroj, po unë s'kam marrë vesh për Shqipëri. S'kam palja. Kështu i me, edhe mund të ndodhi Shqipëri si për në i tërmet kështu në i rrallë, po s'ma merr menja, s'di akoma, po mora vesh do ju lajmëroj. Ju uroj një ditë fantastike edhe shihemi në vitin tjetër.